Eksperti i shëndetit publik Erion Dasho ka kritikuar ashpër qeverinë për dështimin në sigurimin e medikamenteve jetike për fëmijët me leuqemi. Kompania Eko Riciklim SHPK në pronësit të Klodiana Lajbeut u shpall fituese e një tenderi të dyshimt ku vlera fituese ishte sa 100% e fondit limit. Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli çdo vit zgjedhor i jep 10 miliard lek para zgjedhjeve oligarkut Ardit Metaliaj. Të njëjtin tender Xhakolli ja ka dhënë edhe në vitin 2021, një muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme të njëjtit oligark. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Kompania Eko Riciklim SHPK në pronësit të Klodiana Lajbeut u shpall fituese një tenderi të organizuar nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore të rrezikshme. Ka dyshime se ky tender ka pasur fitues të paracaktuar sepse vlera fituese ishte sa 100% e fondit limit. Kishte mungesë konkurrence dhe aksionet e kompanisë janë shitur dhe bler pak para dhe pas shpalljes së tenderit. Redaksia jon ka siguruar dokumente që ngren dyshime të forta mbi një tender të dyshimt dhe abuziv të zhvilluar nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore të rrezikshme për një periudhë 24 mujore. Tenderi është shpallur me një fond limit për 141.945.000 lekësh të reja pa TVSH ose rreth 1.7 milion euro me TVSH, edhe është zhvilluar me procedurë të hapur mbi kufirin e lartë monetar. Fituesi i është shpallur kompania Eko Riciklim SHPK, e cila është në pronësit të Klodiana Lajbeut. Dyshimet mbi një skemë abuzive vërsohen nga fakti se vlera fituese e tenderit është e barabartë me 100% të fondit limit, duke e bërë këtë një rast klasik të një gare fiktive. Nga dokumentet që disponon redaksia, rezulton se në këtë tender ka marrë pjesë vetëm kompania fituese, duke mos pasur asnjë konkurrent tjetër. Ky fakt hedh hije të forta dyshimi mbi paracaktimin e fituesit dhe mungesën e konkurrencës reale. Një tjetër element që ngre dyshime është lëvizja e aksioneve të kompanisë pak para dhe pas shpalljes së tenderit. Përpara hapjes së tij, 70% e aksioneve të Eko Riciklim SHPK ishin në pronësi të Arbër Teqes, i cili së bashku me bashkëshorten e tij, Oneida Ymeraj, njihet si një nga zarrat e Klodiana Lajbeut të përdorur për të kryer manovrat e tij të dyshimta. Vetëm disa ditë pas shpalljes së tenderit nga QSUT, Klodiana Lajbeu bleu 70% të kuotave të kompanisë nga Arbër Teqja, duke i kaluar ato në pronësi të kompanisë së tij Anamark. Kjo lëvizje me njëhershme dhe mirë menduar tregon se gjithë procedura ishte sajuar për të favorizuar subjektin. Mungesa e konkurrencës, vlera e barabartë me fondin limit dhe ndryshimet e papritura të pronësisë së kompanisë fituese përbën elemente të qarta të një skeme të paracaktuar dhe abuzimi me fondet publike. Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli çdo vit zgjedhor i jep 10 miliard lek para zgjedhjeve oligarkut Ardit Metaliaj i kompanisë 4AM. Të njëjtin tender Xhakolli ja ka dhënë edhe në vitin 2021, një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme të njëjtit oligark. Ka nga ata kryebashkiak rilindas që lanë mandatet për të futur në listat e deputetëve në zgjedhjet e 11 majit për të siguruar vota për partinë. E disa të tjerë vazhdojnë misionin fisnik të shpërndarjes së parave të popullit tek oligarkët për të siguruar vota, teksa janë ende në detyrë. Edhe Ilir Xhakolli i Bashkisë Pogradec ka hapur thesin për oligarkët. Një nga të preferuarit e tij, të cilit çdo vit zgjedhor i jep një 10 miliardësh para zgjedhjeve, është masha e oligarkut Bashkim Ulaj, Ardit Metaliaj i 4AM. Tenderi për ndërtimin e sistemit të kanalizimeve në Udenisht Pogradec i është dhënë kompanisë së oligarkut 4AM. Në këtë tender ishin paraqitur 4 operator konkurrues, ndërsa pas shqyrtimit të ofertave, kompania 4AM SHPK shpallet fituese. Vlera e kontratës përfshin 24 muaj kohë për përfundimin e punimeve. Ironik është fakti se të njëjtin tender Xhakolli ja ka dhënë në vitin 2021, një muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme të njëjtit oligark. Redaksia jone ka denoncuar tenderin e parë që në atë kohë, para zgjedhjeve të vitit 2025. Por parat e popullit vazhdojnë të hidhen në lumë nga kryebashkiakët e rilindjes, të cilët nuk hetohen nga askush dhe kanë dorë të lirë. Ardit Metaliaj, pronari me letra i 4AM, ka kullëfitur gati 10 miliard lek të vjetra me TVSH nga Bashkia Pogradec, me një të rënd të lapsit. Themi pronar me letra pasi në media shpesh është diskutuar se në fakt pas kompanisë së tij qëndron vetëm oligarku Bashkim Ulaj. Eksperti i shëndetit publik Erion Dasho ka kritikuar ashpër qeverinë për dështimin në sigurimin e medikamenteve jetike dhe akuzon kryeministrin Edi Rama
për shfrytëzimin e sistemit shëndetësor për të realizuar premtimet elektorale. Eksperti i shëndetit publik Erion Dasho shprehet se në Shqipëri mungojnë medikamentet për fëmijët e prekur nga leucemia dhe tumoret. Ai theksoi se çdo shtet me një minimum përgjegjësirie ndaj jetës dhe shëndetit të qytetarëve duhet të ketë një prioritizëm të qartë në trajtimin e pacientëve, veçanërisht atyre me sëmundje të rënda që kanë pak shanse për të shëruar. Unë mendoj që kjo është një situatë që ka nevojë për pak apo as pak koment. Kjo është një situatë që është pak të thuash skandaloze. Çdo shtet që ka minimumin e përgjegjësisë ndaj shëndetit dhe jetës së qytetarëve të vet, ka një vendosje prioritetesh në trajtim. Dhe minimumi, fëmijët e prekur nga leucemia dhe nga tumoret e ndryshme, që kanë edhe gjasa të larta për të shëruar, sidomos me tumoret e qarkullimit të gjakut, siç janë leucemit, të lihen a medikamente. Kjo është pak të thuash kriminale. Po ashtu, Dasho kritikoi ashpër qeverinë për dështimin e sigurimit të medikamenteve jetike dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama për shfrytëzimin e sistemit shëndetësor për të realizuar premtime elektorale. Ndërkohë, për paralelizëm, unë do të kujtoja një fakt që ndodhi para disa javësh, ku bëri një show kryeministri me mjekët e onkologjikut. Një grup mjekësh të ardhur nga një spital izraelit, me thënë të drejtën, është një nga spitalet më të mirë të Izraelit dhe një qendër botërore e njohur për trajtimin e sëmundjeve tumorale, por papritur u prezantuan nga kryeministri nga Spitali Shembull që do të marrë nën administrim spitalin onkologjik. Pa dhënë asnjë informacion se si do të jetë kjo, bazuar mbi çfarë marrëveshje, bazuar mbi çfarë pagesash dhe bazuar mbi çfarë vizioni. Në mënyrë të çuditshme, disa javë më vonë, para 2 javësh kur ishte në Spitalin Memorial të Fierit, që bëri show-n tjetër të radhës me autonominë spitalore që ka mbi 12 vjet që e përmend dhe nuk bën asnjë hap përpara. Përmendi dhe tha se ne nuk mund të themi që mjekët e Spitalit Shembull do të vinë dhe do të menaxhojnë spitalin onkologjik, pa qenë të sigurt që kjo do të ndodhë. Ndërkohë që 2 javë më parë kishte prezantuar këtë si diçka që do të ndodhte. Pra, është jo vetëm mungesë përgjegjësie që i lë në mëshirë të fatit këta njerëz dhe kur nuk i jep medikamentet jetëshpëtuese, por vendosja e tyre në funksion të fushatës elektorale tregon se kjo administratë e zoti Rama vet nuk kanë asnjë lloj synimi, dëshire për të përmirësuar sistemin shëndetësor shqiptar, tha ai. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka publikuar një raport ku detajon shkeljet e zyrtarëve të burgut ndaj një të arrestuari me varësi nga drogat, i cili vrau vete në qeli në fillim të këtij muaji. Në raport thuhet se mjeku toksikolog nuk kishte përcaktuar medikamentin. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka publikuar sot një raport ku detajon shkeljet e zyrtarëve të burgut ndaj një të arrestuari me varësi nga drogat, i cili vrau vete në qeli në fillim të muajit. Organizata mbikëqyrëse thot në raportin mbi shkeljet e procedurave se mjeku toksikolog nuk kishte përcaktuar medikamentin për të dhënë të ndaluarit, edhe pse ai kishte deklaruar se ishte përdorues i lëndëve narkotike dhe përpiqej të merrte trajtim mjekësor. Mjeku specialist toksikolog nuk kishte përcaktuar medikamentin që duhej të merrte, ndërsa mjeku i institucionit nuk e konsultoi më tej. Thuhet në raport, teksa greku kishte kërkuar disa herë metadon, por i ishte dhënë vetëm qetësuesi Xanax. 46 vjeçari arrestuar për disa vjedhje në Tiranë, u gjeti vetvrarur në qeli 2 javë më parë, siç dyshohet prej varësisë ndaj drogave dhe zëvendësuesit të tyre me sintetik metadon, që jepet nga sistemi shëndetësor për të reduktuar dependencën. Një tjetër problematikë e evidentuar ishte mungesa e mbikëqyrjes së vazhdueshme. Nuk rezulton të jetë kontrolluar dhoma çdo 3 deri në 5 minuta siç parashikohet nga procedurat, thekson Komiteti i Helsinkit, duke shtuar se butoni i ziles për komunikim me personelin nuk funksiononte. Komiteti Shqiptar i Helsinkit kërkon më tej që policia e shtetit të krijojë grupe pune për vlerësimin e kushteve në dhomat e sigurisë dhe harton protokolle të veçanta për trajtimin e të ndaluarve vartës ndaj lëndëve narkotike. Jeta e çdo njeriu është e shtrenjtë dhe duhet mbrojtur, përfundon deklarata. Donald Greku u gjeti vetvrarur me një cop rrobe që kishte grisur nga tutat që kishte veshur. Sapo e konstatoi njëri prej policëve, preu rrobën dhe menjëherë u njoftua urgjenca, të cilët pasi mbërritën në bllokun e sigurisë, konstatuan se Donald Greku kishte ndërruar jetë. Një raport i fundit i publikuar nga Numbeu tregon se Tirana renditet e vendin e 43 në mes të 144 qyteteve në Evropë për çmimet mujore të palestrave. Një shqiptar mund të shpenzojë rreth 7% të pagës së tij për një abonim mujor në palestër. Një raport i fundit i publikuar nga Numbeu tregon se Tirana renditet në vendin e 43 mes 144 shteteve në Evropë për çmimet mujore të palestrave, me një abonim mesatar prej $47.6. Zvicra udhëheq listën me zyrim në krye, ku çmimi i abonimit arrin në $82.19.
Shqipëria ka çmimet më të larta për palestrat në rajon, duke kaluar vende si Kosova dhe Bosnja, ku çmimet janë dukshëm më të ulta. Në lidhje me pagat, një shqiptar mund të shpenzojë rreth 7% të pagës së tij për një abonim mujor në palestër, duke rënduar dukshëm buxhetin. Për shembull, një shqiptar me pagë neto mesatare prej 62.773 lekësh shpenzon 4.350 lekë për palestër çdo muaj, pavarësisht shpenzime të tjera, për veshje dhe aksesor. Kur krahasohen me qytete të tjera të zhvilluara si Parisi, Madridi dhe Manchesteri, çmimet në Shqipëri për palestrat janë relativisht të larta. Një autobus turistik ka rënë në lumin Po në Torino pasi devijoi nga rruga, u përplas me murin mbrojtës dhe u zhyt pjesërisht në ujë. Nga ky aksident i rënd ka mbetur i vdekur shoferi. Një autobus turistik ka rënë në lumin Po pranë Piazza Vittorio Veneto në Torino, pasi devijoi nga rruga, u përplas me murin mbrojtës dhe u zhyt pjesërisht në ujë. Në bord ndodhej vetëm shoferi, i cili u gjet pa ndjenja dhe pavarësisht përpjekjeve u shpall i vdekur. Në vendngjarje ndërhyn forcat zjarfikëse me ndihmën e një helikopteri, ndërsa kërkimet vijojnë për të identifikuar nëse ka patur persona të tjerë të përfshirë. Autobusi i kompanisë Di Carlo Tower po ecte mbrapsht, ndoshta për shkak të një gabimi ose problemi shëndetësor të shoferit. Gjatë lëvizjes, ai goditi 3 gra, por fatmirësisht asnjëra prej tyre nuk është në gjendje të rëndë. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshëm.